Moderatorja e njohur sportive Eva Murati, e cila ka qenë në një lidhje disa vjeçare me Genar Topallin, djalin e ish kryeparlamentares Josefina Topalli, ka shpërthyer në rrjetet sociale pas dasmës së ishit të saj. Teksa dasma e Genarit me moderatoren tjetër sportive, Cindy Marina në Rom bëri buj në media sociale dhe u cilësua si përrallore, Eva Murati ka shpërthyer në TikTok pas një komenti që mori në një prej videove të saj të publikuara së fundimi. Pra, po përpiqesh të na thuash që nuk e doja të dasmë përrallore dhe një djalë të pashëm e të pasur. Gjithsesi, kjo nuk është më pak në botën time, ju drejtua një përdorues i media sociale. Nuk dua që miliona shqiptar të më urojnë vdekjen sepse po mburem me para që mund të jenë të vjedhura nga fondet publike. E di që më përndjek çdo ditë, por ta bësh këtë një ditë pas dasmës tënde është më shumë se patetike, ju përgjigj prezantuesja, komenti i cili tashmë është fshirë.